Përsëri një shin haul, si të shikoni një thes gjigant për këtë herë jo më për bebat, por disa rroba të përzira për mua dhe për Albanin. Fillojmë për mua, pantallona, do më thënë kështu tuta për të ndenjur në shtëpi, sepse nuk kam fare, edhe pash këto ishin të treja set së bashku dhe i porosita. Paj tuta të tjera, përsëri për mua, këto janë të gjata, në të ngjyrë shumë të lezetshme bezh. Dhe një paj tuta të tjera, që këto janë të zeza me të vijën klasike të bardh anash, asnjë gjë të veçantë. Një kanatyre për Dadin, kjo është kanatyre për Albanin, kjo është kanatyre për ta veshur për në plazh, kur ikën kur vjen nga plazhi, keni parasysh e thjesht, duket e gjerë, po i rinte shumë bukur në trup. Edhe ka këtë efektin kështu me këto dy ngjyrat. Streçe, edhe këto për të ndenjur në shtëpi për veten time i mora, 3 copë në këto 3 ngjyrat. Një 3 bluza të tjera, edhe këto janë ose për të ndenjur nëpër shtëpi, ose për plazh, e keni parasysh. Një zez, kjo që është kafe e errët, edhe kjo që është si ngjyrë lejla e errët. Po besoj. Shumë të bukura. Një herë e disa i të bëj që marr atlete dhe janë shumë të rehatshme, i kam këto në ngjyrë të kuqe, i kam në roz, i kam në të bardha, i kam nuk e di, nuk e mbaj mend. Kam marrë edhe për motrën time, meqense më janë dukur shumë të rehatshme dhe mora këto të zezat, se nuk kam atlete të zeza. Këto janë atletet e para të mia të zeza. Të detajnë shumë të bukur, më pëlqyen. Janë 2 koltuqe, do t'ua lë me foto të shikoni, por të them të vërtetë nuk e mbaj mend se çfarë madhësie janë. A janë për mua dhe për Albanin, apo janë të vogla për Loganin, nuk e di, po gjithsesi, si për ne, si për Loganin, për këtë jetë mendova të marr 2 copë sepse e sigurt që do na hyjë në punë në plazh. Mos të harroj të marr një pomp me vete. Është një elastik që të ndihmon për të bërë ushtrime në shtëpi. Unë nuk kam vullnet për të vajtur në palestër, edhe nuk kam fare vullnet për të bërë ushtrime në shtëpi, po thash, ok, hajde ta marr një herë se si dije, do ta bëj zemrën gur, mbas e filloj të bëj ndonjë ushtrim, sepse kam shumë nevojë. Kjo gjëja, të cilën as këtë nuk po e hap, është një dyshek plazhi, edhe këtë do ta shikoni me pushime në vlogët që do xhiroj, edhe do ta marr me vete normalisht. Kjo është diçka tjetër të cilën edhe këtë do ua lë me foto ta shikoni në ekran, është për desin që të jetë sa më komode të shtrihet në plazh. Ka një si tapet të vogël, si diçka të tillë që shtrihesh, dhe pastaj ka atë harkun si pjesë çadre apo si tent që ta ndihmoj nga dielli. Edhe kjo besoj që do të jetë mirë për rozin. Gjërat e fundit që kam këtu janë këto peshqit, cilët janë duket sikur shtypen prej gome, që kanë kështu si lëvizin. Shumë nice, në ngjyra të ndryshme, më duket se janë 50 copa aty, nuk i mbaj mend. Kur i mbushim Loganit vaskën, t'ia fusim brenda të luajmë me këta. Shihemi në videon tjetër.